Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.7 ball të shkallës Richter goditi Indonezin, duke shkaktuar shembje ndërtesash dhe panik të prapur midis banorëve. Autoritetet e vendit konfirmuan vdekjen e 20 personave, ndërsa 6 të tjerë u plagosën dhe 2 mbetën të bllokuar në Ranoja. Epiqendra e tërmetit ishte vendosur në det pranë ishullit Flores, 68 kilometra larg qytetit të Endes. Pas tërmetit u lëshua një paralajmërim për tsunami, i cili u hoq disa orë më vonë pasi u regjistruan val deri në 30 cm të larta. Numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm po rritet, duke shkaktuar panikë e shembje ndërtesash në një rajon të prirur ndaj tërmeteve të tilla pasi ndodhet në të ashtu quajturën Unaza e Zjarrit. Kjo është zona prej 40.000 kilometrash në formë patkoj rreth oqeanit paqësor, në të cilën ndodhen rreth 75% e vulkanëve të tokës dhe 90% e tërmeteve shkaktohen nga zhvendosja e pllakave tektonike. Kolumbia dhe Venezuela ndodhen në të njëjtin rajon ku tërmete me intensitet të ngjashëm kanë goditur 2 muajt e fundit, duke lënë qindra të vdekur. Sipas guvernatorit provincës Isnusa Tenggara, 5 nga viktimat humbën jetën kur mbeturina e tran mbi ta, ndërsa po flinin ndërsa tërmeti goditi në orën 5:58 të mëngjesit me orën indoneziane. Videot në mediat sociale kanë filmuar ndërtesa që shemben dhe kanë futur në panik njerëzit që përpiqen të mbrohen duke vrapuar nëpër rrugë. Pacientët ikën me vrap nga spitalet për të shpëtuar, përshkroi një punonjës në agjencinë franceze të lajmeve. Papritmas filloi të dridhej dhe u panikosa. Pacientët dolën nga spitali, dridhja ishte e fortë pas disa mure të çara, tha ai. Ekipet e shpëtimit kanë filluar tashmë operacionet për të liruar ata që kanë mbetur bllokuar në ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti dhe 10 lëkundje pasuese që pasuan. Megjithatë, do të duhet kohë për të vlerësuar shkallën e plotë të dëmeve në rajon, i cili është i largët dhe malor. Agjencia Kombëtare e Fatkeqësive Natyrore e Indonezisë këshilloi njerëzit të qëndrojnë të qetë dhe të qëndrojnë larg zonave bregdetare. Banorët gjithashtu duhet të shmangin hyrjen në ndërtesa, veçanërisht ato që kanë psuar tashmë çarje ose dëmtime strukturore, thanë autoritetet.